Interpelancë bëhet për të kërkuar sqarime mbi një çështje që prek drejt për drejt sigurinë kombëtare të Shqipërisë, paratë e çdo taksapaguesi shqiptar dhe reputacionin e vendit tonë brenda NATO-s. Çdo qytetar shqiptar ka të drejtë të kuptojë se çfarë po ndodh me paratë dhe sigurinë e tij. Në vitin 2024, ku vendi miratoi një ligj për krijimin e një kompanie shtetërore e quajtur Kajo, e cila drejtohet nga Ardi Veliu, qëllimi i deklaruar ishte të krijojë një instrument shtetëror për prodhimin dhe tregtimin e pajisjeve ushtarake. Një ide e arsyeshme në vetvete, por ajo që ndodhi pas miratimit të ligjit nuk ka të bëjë me mbrojtjen e vendit, por ka të bëjë me afera të mirëfillta korruptive në cënim të sigurisë kombëtare të vendit. Për shembull, kompania Kajo ka bashkëpunuar me kompaninë Timak, SHPK të zonjës Arjeta Puca, një zonjë kjo e cila është promovuar shumë më përpara nga vetë kryeministri, madje thirrur edhe në podcastin e tij, dhe me këtë kompani, Kajo SHPK vendos të bashkëpunojë për të krijuar një kompani tjetër e cila do të quhej Timak Defense. Po çfarë ndodh me këtë kompani që deklaronte 10 miliona euro xhiro? 49% e kësaj kompanie i shitet një personi që quhet Ron Jefet. Ron Jefet, miku i Edi Ramës, një njeri ky që ka ardhur dhe ka kërkuar edhe të blej borxhin e Shqipërisë, një njeri ky që bashkëpunon edhe me biznesmen të niveleve më të larta ruse, një njeri ky i cili është në hetim për afera korruptive të majme, jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën, një njeri i cili gjithashtu është i përfshirë dhe ka përgjegjësi direkte për humbjen e vendimit të gjykatës në gjykata ndërkombëtare të Shqipërisë me biznesmenin amerikan, një njeri ky i cili vetëm hijet e tij e faktojnë përfundimisht lidhjen me korrupsionin dhe lidhjen me Edi Ramën. Ky njeri blen këtë 49% të kësaj kompanie për vetëm 450 euro. 450 euro kushtoi kompania që bënte xhiro me miliona e miliona euro. Dhe çfarë ndodh? Pas 4 muajsh që Ron Jefet blen 49% të Timak, atëherë krijohet bashkë me Kajon Timak Defense, e cila në 3 muaj më vonë merr 10.5 milion euro tender tek Ministria e Mbrojtjes. Të investosh 450 euro për 49% të një kompanie dhe për 4 muaj të marrësh 10.5 milion euro tendera. Dhe këtë e bën miku i Edi Ramës me kompanitë që krijon Edi Rama, Ron Jefet.